Kemi diskutuar për rolin që opozita shqiptare luan sot në mbrojtje të vlerave të demokracisë, shtetit ligjor, por për kushtimin tonë, për ecjen përpara të Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian, ku pas lajmit të marrjes statusit kandidat sfida kryesore është hapja e negociatave, dhe për cilën opozita shqiptare, Partia Demokratike është thellësisht e angazhuar që të përmbushen këto standarde, kanë bëjnë me shtetin ligjor, kanë bëjnë me zbatimin e kushtetutës, kanë bëjnë me luftën kundër krimit, luftën kundër korrupsionit, transparencën, llogaridhënien qeveritare, mbikëqyrjen parlamentare, liritë dhe drejtat e njerëzit. Dazu ist es unverzichtbar, dass ich Për këtë është krejt e qartë dhe domosdoshme që të gjithë demokratët, kur bëhet fjalë për një debat politik, të respektojnë rregullat e lojës dhe të punojnë të gjithë bashkë për qëllimin e përbashkët. Dua të them që të gjithë institucionet e pavarura duhet të punojnë, të jenë të pavarura dhe ato të respektojnë nga të tjerë. Sigurisht që kushtetuta rregullon gjithë veprimet, bashkëpunimin se si duhet punohet. Me këtë e kam fjalën që dhe gjykata kushtetute kur merr vendime, këtu nuk ka më vend për debat dhe për diskutime politike, ato duhen respektuar dhe duhen zbatuar. Sigurisht që në debatin e hapur parlamentar ekzistojnë rregulla ku të gjithë duhet të respektojnë liritë e të shprehurit të mendimit, të gjithë duhet punojnë bashkë dhe jo ata të pengohen me dhunë për të shprehur mendimin e tyre. Kjo duhet të reflektohet edhe më tej. mit unterschiedlichen Vorschlägen öffentlich Gehör finden.